e kom pas vajzën 9 mujve. Edhe vajza më ka dek rrugës për Shqipni. Se pa hangër me gjie, kom pas gjivi, miki, e kom majt kofomën 2 ditë, e sis nga qiken kër ja ikshta gjivin, edhe kër e kom pa, gjivi ka fillu gjak me qitë. Edhe kujtohë se sot e deta i metës si goja hapt, të lyjë halja me thithë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni unë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e videove të mia, e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, unë këtu në live do hap dritare për një nën, ajo quhet Remzie, është një shqiptare nga Kosova, do shkojmë në Kosovë me këtë live. Ajo ditën e sotme do rrëfej një histori shumë të trisht, historinë e vajzës së saj që humbi në kohën e luftës së Kosovës në 1999, vajza e saj, Arbenita, 9 muajshe, një nën e cila kërkon të i shpëtoj serbëve, udhëton me orë të tëra mbi një traktor, ku nuk ishte ushqim për të ngrënë, nuk ishte qumësh për t'i dhënë vajzës, dhe foshnja e saj 9 muajshe ndroi jetë vetëm një orë përpara se të hynte në kufirin e Shqipërisë. Do t'jetë pikërisht kjo zonjë, Remzie, e cila do e rrëfej me dhimbje këtë histori, pasi ditën e sotme e kërkon të gjej varrin e së bijës, pasi dyshohet se vajza e saj u varros në varrezat e Kuksit, aty ku menjëherë ata bëritën dhe foshnja që kishte ndruar jetë vetëm pak orë përpara u dorëzuan në spitalin e Kuksit, por hap dritaren dhe ftoi këtë zonjë, këtë nën, për ta dëgjuar historinë e saj. Remzie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Kosova. Je nga Kosova, je shqiptare e Kosovës. Po. Gëzohem. E dashur, më ke telefonuar se ke një problem? Po, zonja Odeta, jam dëgjuesja rregull, edhe që s'muj kështu në telefon që aty përgatit punë të shtëpisë ose në kuzhinë gjithë ju lëshoj me juve. Shpesh këta mbajnë hajgare, thënë hajt kallzona sa ka ndodhur, thot përsëritën, po. Edhe une kam një me juve me ndo, une në luftë e kom pas vajzën 9 mujve. Flasim për vitin 1999. Po, edhe na kanë dobu krejtëve kosovarve, mos e dini ju që na keni prit sa ndjehet për juve. Edhe vajza më ka dek rrugës për Shqipni. Se pa hangër me gjie, kom pas gjivi, miki, prej unjës. Më vika shumë keq. Faleminderit. Edhe tana e kom mojnë traktorën e... I thoni ju traktor? Po. E kom majt kofomën 2 ditë, se me 2 prillëm ka vdek qika, vajza. Edhe e kom majt traktor, tana unë e kom ik vish me vjerën, Rahmet shpjeti pas, se tash nuk jeton, edhe me djalin 4 vjetë, edhe vajzën e kom pas 9 mujve, edhe tana axhat e burrit ma kanë dërzu në spital. Në cili spital? Të Kuksit. Ju mburitët të Kukës? Po. Kena në traktura, kena nejt një 4 ditë 5, të nga ka orë djalli axhës burrit, për Italis nga ka morë dhe nga ka qu në banesë. I qartë. Se ka marrë ai banesën, po. Të na abnat e kumojt unë e kufumën traktor, edhe tanë ditën të nesrit, edhe në bromje, nesrit me në gjest, axhat e burrit ma kanë morë dhe ma kanë dërzu në spital. Po. Edhe mas një kohë, mrena 10 minuta, kua për du me dalë aty kua problemi. Mrena 10 minuta, ka orë njoj kurishit. Po. Komunës Prizrenit. Ai, moti i dubun prej Kosovës në Kuks. Sa e di unë Kuks, kishtë dalë moti para 50 vjetë. Edhe ai ka dalë mi prit rëfëgjat e Kosovës. I qartë. Për me... Adin për mi morë, mi qutë e banesa vetë. Edhe ka një raste, adin ka dek një vajzë nga Kosova, ku ma qysht tek edhe me morë aj, përsi për vorrimin. Edhe erdë mu gjete traktorit, ty qajtë. Djallin e kishtë në dorë. Dhe të mësa kështa për cjallë vajzën me 2 gjajtë e burrit. E qartë. Edhe
Po, edhe po pyet tha, kujna I ka vdek, tha, vajza e prunën të unë, tha kësaj. Tha, ku e ki vajzën, tha, unë do me marr përsi për varrimin. Unë tha, çoj e vorrosi. Edhe unë I thash, tash ma kanë marrë, ku e kanë qu, tha, në spital. Edhe më ka hyrë makinë, me gjajnë e burrit, kena shku në spital. Kur kena shku në spital, kena pyet, kjo më hinë kapelli, ku më shiku, krejt konformaton, vajza jeme. Po. Edhe ai tha nuk kanë qu me një herë tha në vorrim. A di për me vorros. E qartë. Edhe ai njeri kur ishit, po ma ban mua ki dëshirë të shkojsh të Varrezat. Me po, thash po. Edhe kena shku të Varrezat, po mu nuk më kujtohet cilat Varreza, ku Varreza, nuk e di. E deshta mu lidh që me, qose e ndëgjon dikush këtë rast, që ai kur ishit mu paracit, mu mdajmru me hangë filan Varreza, kena shku me kërkuna, vonë kena shku me kërku, se mos si qëtë lufta na boni krejt, vjerin ma myten, 2 herë të kallën, shpije ka ta një krejt, s'ki shumë, burri punoj këtë dit, edhe mas një kohë, shkutëm na me dy, e kena kërku në spital, nuk figuron e një hiqë. Në bashkë thri, në Varreza, 2 par Varreza e kom kërku në Kuks, Varrezat e Kuksit, Varrezat e dëshmorve. Po. Në Varrezat Kuksit ishin jam 12 vorë më doket, po ai njeri aty që po punoj këtë vorët, sa nuk ka emën, nuk ka mbjemen, nuk ka... S'po ditë si di vorë. E unë kur kom shku me atë kur ishit, I shko një grue të pastru Varrezat. Po. Edhe vetëm sa kishin vorros vajzën time. Edhe e kishin qitë letrën, emnin e vajzës, edhe emnin e bashkëshortit. Si quhesh vajza? Arbenita. Armenita. Arbenita. Arbenita. Po. Edhe ai kur ishit, bisedoj me atë plakën, edhe I than që me hek letrën, me shkrum të neqe. A I farë ju të neqe? Po, plaka që vijet e varri, po, e qartë. Po, I shkon letër, kartoni shkon. Po. Edhe tha me ja hek, se me bo me roshi, tha letra shkyhet. E me ja qik tha të neqe I jetë jam një herë do kur. Apo më kupton? Të kuptoj shumë qartë dashur Remzie dhe sot e kësaj dite ti nuk e di varrin e vajzës dhe kërkon të gjesh varrin e Kena shku vajzës. me djalin, që një vit, kena kërku të Varreza, 2 par Varreza, kena kërku në bashkësi. Ku na kanë thonë që na drejtojshin, shkojshëm finalmen, e mu kur shkova të Varrezat, I tregova une, tash e kom qështu, ati po bisedoj me ta, sa nuk ka posta gruen që të Varreza. Këtë luftës ka pas. A unë e di shumë mirë u kanë grue, ka pas amik balë, ka pas pantolla, edhe një farë si qëstanë zi. Edhe I ka pas të gjata, I ka pas bistek. Ajo që ka qenë momenti që është varrosur vajza jote. Po, I shkon të pastru Varrezat. E qartë. E dashur Remzie, më rion të pyes? Po? Atëre, personi që ti takove nga Kosova, I cili kishte shumë vite që jetonte në Kukës, të kujtohet emri si e kishte? Jo. Sa vjeç ishte? Jo, se jena konë të ditën shumë, se kena hek na shumë, I kena hek për fshatit tonë, natën 2 të mëngjesit. Din, para mëngjesit, të na kena hek me një fshat, pjati fshatit një fshat, pjati fshatit një fshat, me një fshat tjetër na kanë zarob, krejt senet mi kanë marrë. Edhe burim ka mikni, vjerin ka mikni, na kena di që I kanë myç aty, po vetëm vjerin. Rahmet shpirt I post, e djali Axhës edhe burri ka një pi I traktorit, kena dhon lira, dukat, fore, kena dhon, edhe mas mrami, na maltretutën shumë rrugës. Edhe kur këndala një, unë s'kom pas me hangër, vish me gji. Të mërshme. Edhe qika u lodh. Remzie, të lutem, personi që takove në Kukës, sa vjeç ishte përafërsisht në ato kohë? Rreth 40-45, që shtu nashta. S'u kujtohet mirë, se klina qunim kajke, lypke me hangër, unë edhe quni u kanë të mdekë, se pa hangër.
Anina vajzën ja dërzova, ju më konë shumë e tronditur dhe e keq që shokuar. konë. Sepse po të pyes për këtë person që sot ai bie ti e diku 65 vjeç, 60-65 vjeç. S'është e rëndësishme që të japim të dhëna për ta gjetur atë person, s'është i vetmi që e di se ku ndodhet varri i vajzës tënde. Edhe i vetmi din që ajo gruja që u konë që aty. Se grua u konë të varrezat. Ajo që mund të ketë qenë një punojse e spitalit, e cila mund të ketë shoqëruar trupin e vogël të pajet të vajzës tënde dhe është bërë varrimi pikërisht në varrezat e Kuksit. Ti ke qenë në Kukës. Unë e kom dëgju spital Kuksit, spitali Kuksit ma ka vërros. Unë e ke spital Kuksit, rreth një viti që shtunë, pranë një viti ka bo, edhe faleminderit shumë për juve, Allah ju shpërblet, na kanë prit tepër mirë. E u mundun të librën e madhe, e murën e këshyren, tha s'ka jemen. Tha se atëherë u konë shumë, tha ka pas rëfëgjat, shumë vdekje ka pas, s'ka na mujtë, tha asemen në zbjemen me morë. Po fati jenë, gjajtë të burit i ka pytë, qaj personi kush e ka varrus. E qartë. Vajzën, ka hanë qysh me shkrujen, ta i kanë thonë baba Gjevdet, vajza Arbenit, edhe i kishin shkru të vuri aty. Dhe Arbenita Gjevdet Fondaj. pra, te pllaka është shënuar emri. Po letër, unë e po është burin, kesh, edhe qajta, po a i kurishit i tha asaj gruës, tha me morë kitë letër me hek, edhe me amnuza të neqe. Po, të vendosej një te neqe, i thoni ju, një plak, ku edhe shiu po të binte nuk do e prishte. Pikërisht se ka qenë një letër ku është vendosur. Edhe, po, ata të na kushkutëm në të varrezat e Kuksit, thanë nuk ka këtu, s'ka. Sa bajsha unë men ato varrezat, gjymjet varrezat se paramendoj u ka një labidar u gjëkës. Në fillin varrezat. Unë që kesh të varrezat e Kuksit së pash ato. Sepse kanë kaluar shumë vite dhe ndoshta... Edhe u konë në rajt një plepit. Veçantë u konë vajza jeme, në rajt një plepit. Por gjithsesi... Shkova me djalin, s'mujta me taku. E dashur, Remzie, parcelat në Varreza ndahen dhe sipas viteve. Kështu që në vitet 1999, të gjithë personat që kanë ndruar jetë kanë ato parcelat e atij viti. Vitin 2000 ka parcelat të tjera, ndoshta ato Varreza janë mbushur, është hapur një vend tjetër ku varrosen njerëzit në Kukës, dhe ndoshta ka vajtur te Varrezat e reja dhe nuk e gjetur dot të vjetrat, nuk i ke bërë verifikimet me detaje, por të premtoj që do bëjmë të pamundurën për të mësuar diçka, pikërisht për të zbuluar varrin e vajzës tuaj që fatkeqësisht diq gjatë kohës së luftës së Kosovës. E dashur, tanana të varrezat shkutëm. Na shkutëm të qatë varrezat e dëshmorëve ishin ma largë. Me lagjë nuk fëtniju, në që djali nuk konë këtu se kishna pyt, të varrezat e dëshmorëve shkutëm, edhe aty s'ka tha. I shka një njëri shumë i mirë, shumë e përshëndes, në qëse e shekit emision, babu më daltë. Allah e shpërblen ki Diana, ka orë pi varrezat, kena shku sa unë e një që ka përnu sa këtë luftës në Varreza. Shkutëm e gjetëm, në largë, kena hetë, kome, kena lë makinën shumë largë, qashtu sa mu dhim, pëllëm, kena shku largë, gjetëm banesën e ti, ty pyt e gjetëm, po kish pas probleme diçka me shtet, kish ik ndurs. Dhe nuk arritë do të takonit, e qartë. E takutëm nonën e tina, ajo njëherë nën ati u tren. Jo, sa këtu të keme i ka din, bisedës. Na i ka lëzu këm rastin, tha po m'vje keq, prita një moment. E murëm nëna vetë me tjetër numër ku me ditë, se na qatë numër një gjetëm ati, pa i numër nuk egzistoj ke. Ditë ki fikur. E qartë. Edhe të nëna vetë, ta kam një numër personal që bisedë i tha me ton, e vyti tha, mrena jove, tha, ona numër, tha, unë ju kalzoj. Edhe sot a ditë hiq. Të na kena shku na të, këta shka i përgatitin kufumat, edhe shka shesin, Po. sa ne, ka që qitoni ju. Agjenci funeralesh. E gjetëm njerin, bisedu të me to, i mur librat, krejt me emen, me mbi emen, e jemja nuk du të kërkun. Edhe një 2 orë të plota, i kena mona me qato libra, djali, unë edhe ajtë i shpalus.
i këshyra në mbjena. Nuk mujto me gjetë, edhe na dha, na premtoj që të kror kam i këshyrë dhe kam ju lajmëru, numër nja kena lon hiq. Dhe nuk ju ka marrë, e qartë, e kuptoj. Ose e ka më gabim numrin, ose e ka qitë si në harrejs. Nuk keni zbuluar asgjë. E dashur Remzie, dua të pyes, në mëngjesin e 2 prillit të vitit 1999, ti ke qenë re në mosh. 24 vjeçare. 24 vjeç, nëna e 2 fëmijëve. Mund të ma tregosh atë natë të tmerrshme kur u largove nga banesa për të shpëtuar luftës, për të shpëtuar serbëve, të cilët... Na kena ik 2 ofenziva. Ofenzivën e parë kena ik, na kanë kolma me shpije, me katanije, me krejt. Po janë teme lusnin se e kom pas krejt, sen s'kom pështu. Kom dalë me një kesë e djallit, edhe sa zonë vojzën. Edhe qa kesën e djallit, mas një mujve si kanë rota manqa të tesha, kom nejt herë të mit, të nona jeme, ramet shpirti pas të herë të një motër. Jena kësi mas 3 mujve në shpi, ape me 21 mars të na. Une me 21 mars po mi prej banesës. Na kanë granatu 3 me ngjesin 2 qështu. Edhe kena hyp na për traktora, kena shku me një fshat, një numë se kena për atjet, ajo na ka morë të familjaret. Kena nejt aty, një 10 dit. Aty na kanë sulmu me granata. Kena ik në Pagarush. Pi Pagarushës kena ik në Gorish. Pi Gorishit kena ik në Belenis. Atë në notën kena në ledina të hopur. Si vi, mos i atëherë dini edhe vetë. Kiameti, koshin sminja, vishin, rrishin, maltretojshin, djallin e hoxhës e rrehen, djallin të vetja qitën automatik këtu, e qoj atë qarëshafin që e patëm qitë për me mblu kishën shivin me mbrojt. Edhe tha, ju lutëm, tha, sa kini por edukat, tha se ja kanë qitë djallit automatik këtu. Unë e kom hek bëllu zykin e dorës, unazën, ja kom dha dhe 100 marka i kom pas. Ato grote, 40 persona e na konë me një traktor. Qështë të që? S'mushë mas me livrit. Atë na kena bujt aty, ta njotën kanë rej, kanë vra, kanë maltretu, edhe burri me djalltagjës edhe me vjedhin ka ik. Na kalon i vend traktor që aty, me një shmi 14 e kena ty gra traktorit. Keni qenë më së shumë t'i gra dhe fëmijë në traktor? Ma i modë u konë 14 vjeçar. Edhe ta nudhës vojza të qajt, të lyp. Edhe rrugës e kena pas kufini 1 orë ofër, me hec mirë. 1 orë kena pas, po 2 dit kena ba. Rrugë. Se kolon, ty na maltretu, ty na marë, se s'ke kolona. A me pas hecun në kam, e kishna më rrinë, kishna dorë ma herë, ta ne dhe kishna dëzu vojzën spital, nashta, po thamë sot e kishna gjallë. Por vajza ndrojiet konkretisht ku? Pa ardhur në kufirin e Shqipërisë? Jo. Vajzën, këto e kishin ditë këto gratë e gjojt, e kishin po që sot që ka, adin vajza mirë, po unë e rije. Edhe kënina djallin të e mbrojt, se djallis dhe ke me kërkan, se i vogël viq me mu. Edhe ta natën shi që ka ra për mi meje, për mi djale, për mi vajzën. Se mush, ka 40 persona me një traktor, edhe gjysa e agjës zdrypën në kom, shkutën në kom jam sytë, se e pa ka gru në agjës smut. Edhe në kom, tha ose të myten ose gjallë, dhe na me qitë Alina. U konë 52 vjeqare gruja agjës, ata dullën kom, hecën metëm na. Ato kanë dalë 7 persona, jenë hetën, ana kena minë që aty. E shishna qiken kërja ikshna gjivin, piskat këtë qika lypke, se e mua dhe shnosh, s'ka besu spitalja, se shumë u rritë u asi, se unë i kam vish me gjithë fëmijën, po gjivin e mirë, gufojnë fëmija. Edhe, piskat qika, s'ka, edhe kër e kom po, gjivi ka fillu gjak me qitë. Se qika modhe, ngri, më s'ligji, ka fillu gjoki më dalë për qivi. Nuk e pas rushim për ta ushqyer, e kuptoj. Jo. Edhe kur e kom diktu vetin, kom zbrit për traktorit, edhe jena nërë me një ledin të hapur, kom shku një gruet për dëjevës, e cila përshëndes shoh se më dëgjoj, edhe i shkon ty pjek bukt. Ledina të hapur.
ku na nashin të na nani troku me gjithë, për me gatu. Mi u dhonë fëmijëve diçka. Edhe kom shku e kom pyti, kom thonë, a ban të mirë ta pjeki, ta përvloj me ujë, mi thonë, vojzës. Edhe ma ka thonë, ja kom pjek, ta manë të nëshim, policia ka thonë urdhën, milion që ashtu i kina lonë, me buk, me tomla të vlu, fëmijëve në ledina ta loj, kina kallë prush, zjen, edhe kina hin traktor, që aty më ka mitë milë të djek. Edhe së një kom donë që në kësë. Kom dalë apet kom shdryp, kena hymë traktor, kena hes një kosës, kena gocu me këshyrë, se ty na maltretu, ty na rej, i më shojshin traktora, me automata, i myqin që aty. Edhe kom shdryp i traktorit, edhe i kom thonë, a kini një trotë shumsht, ose sok, për i zotit se e kam vojzën, pa hongër, po i sket, piskat, këtë zonja Adita, sukur gjyna, sa mu i ki piskat këtë. Edhe më ka thonë, jona nuk kam të tomën të prisht. Jo se më kuptoni ju gjuhën kosovare. Ka thonë, është i prisht, u bon si kos, edhe ku marru në kom pi. Ta shte të mje gjivi, si gjithë njona që banë shmos për e vlad. E kom pi, ka fillu muë, më fali shpreje, tuge bark. Së shumë i prisht. Të pëzjera. Edhe, apet, kom hi traktora vren, i kom thonë kini se vojza do më dek prej unjës, edhe një grue, edhe ato e përshëndes, ma ka dhonë, një kotis sok të fjeshkës. Edhe ja ku mush vojzës 3 shishe, bibirona, që shtë thoni, ju navi thëna cucëll. Po. Shishe, 3 ka zonë. Edhe i ka pi vojza piskoma, sa e mësë më ma hekë. Unë e hisha për mi amusha e piskoma me kopë, cusën me pi. Si e ka pi e dita, unë e të utut, po ma rrug në i bakshikje. Thështë na ja bash në grove gjojnë, o t'ja noli pak se gjyna shumë më të modhë dhe ty e pi. Ato e kishin po që së mirë vojza, jepja, dhe me keme së shkundë. Edhe ja kom dhonë zënja e dita, viç kur ka bo një herë që shtu, i ka shku goja njësi, si ti ka shku një në nojnë. Edhe, unë e kun piskat, kun diq vojza, edhe ja o që se ka mërë dhe ka qishtu. Tha jo, tha sho po, e kena thirrje një mjek të katunit e kena pas për mas, ka ardhë. Tha lene se ja ka bërë aty dhe mund t'inza ka onë se kjo aty e kry punën e vetë. A din t'ju dha shpirt. Ka dha shpirt që aty, e ku mbajnë traktor, e kena dorë pi kofinit, ta na thoshin mose, ta morin, më s'ka që e ki kofomen, tut. Se na kena dalë në një kofinit, qashtu. Me tut, me trua se po ma morin, po ma mysin, asi po ma upi kofomen, po na mysin neve për shkak bibes. Ta na kom nejtë aty në traktor, ta na ka ardhë, ka shku të gjajtë burit kanë pyt, shka mi bon, ku me lan, ku me vorros. Edhe ata kishin pyt, kishin thonë spital të zone, spitali e vorros. Shumë e dhimbshme e gjithë kjo histori dhe besoj që ke vuajtur. A ju udhëtim për të mbrojtur serbëve dhe për të shpëtuar jetën, të bëri të humbje vajzën, se s'kishte ushqim, është e dhimbshme. Kam dëgjuar shumë histori të shqiptarëve të Kosovës që më kanë treguar se si kanë humbur njerëzit e tyre të dashur në luftën e 1999-s dhe janë histori shumë të dhimbshme. S'kom pas o dita as shkam i shtru, as kom pas pampers, as kom pas vesh, një grua këshive, që da përshëndes o ma lërë katumit, ma ka dhoni qebet madhe, Batania, si thoni ju? Po, Batania. Ma ka dhoni që ajo, me që ato në këmë vërrost. E kur kesh vërrezat kuksit, a i njeri kuksit që aty i vërrezat, tash ishin do një 3 burra, ishin një 12 vore mduket, kosovarve. Tha njoni për që ty lojnë vajzës tonë, mund është ta me qenë, me shkak i vorros i kalzova është me qepe. Tha mund është me diktu, tha se qepja nuk kolbet. Për ta verifikuar nëse ishte varri saj apo jo, e kuptoj. Zonja Deta, unë gjata varreza qysh mi hek krejt të rend. Unë nuk për ditë sakt si dhe. E qartë, është e kuptueshme. E dashur Remzie, ti mbërite në Kukës, por vjerin e mbytën në shtëpi serbët? Po, aja vnat ka ik, ka shku në mal, me burrin teme dhe me djalin e vllavit vetë.
Edhe ka ardhur me mëngjes, i ka lënë burrin tem, e ka lënë djalin e vllavit vend në mal, ka ardhur ditën drek, ka him fshat, tu kena marrë pula në gjeth në fshat, i ka marrë vot, vet, a që që toni ju, i ka marrë kazi, edhe ty zi vot, kanë ardhur, e kanë mbyll në shtëpi, e kanë masakru. Ju trupin e tij e gjetët pajet në shtëpi apo? Jo, ka nejt një 2 ditë që s'po thojnë. E kena gjithi njëri që ka punu në atë ku, adin me sërë, për mi ditë vorrimin ku e kanë bon, si di numër. E kanë marrë për këtu hitë mrena, ty e re, e kanë qitë në kopsht, e kem kopshtin që atje, të një hije të ardhës, aty e kanë masakru edhe 2 pluma, një qëtu, edhe një qëtu, edhe gjysën e kokës të prejne. E kur e kena gjenë varëzet Suarikës, ty kërku, ty thonë, asi njëherë në thoshin që po në gjallë, kena gjetë, jo kena po në Kukës, jo kena po në Tiranë, qështu fjallë popullatës, po ju o si shkona i renë. Të na kur e kanë zerpi për me vorus, me pruktu në fshat, që se kanë kohë kështu në krejtisat e mblevne. Edhe ka pas një 200 marë, ka pas gjep, ja këshin marë. Koletën a borë ja kena gjithë, që ku natë nervoz ja kanë ma parët, ja kanë gju koletën. Po, edhe njën a kunë Riki Shmet këtu në balkon, njën atje ku e kanë masakru. E kena gjithë masanin bari. E të mërshme dhe dhimshme gjithë kjo histori. E dashur Remzie, burri arriti të shpëtonte. Po, burri atë e ka prit babën, më spiqon në shim. Kanë mirë mal me një mal pyll të meshëm, që shtu qefta, su shike se. Edhe kur prit s'ka, të tille kanë mirë babën, apo ka hubë malu se i e njësë natën, kanë ortu, ka hinë burin këtu në shpi, drita jo, kur gja jo, polis ishin ka në tonë, polis këtonë. Edhe ka këqyrë, po s'ka gudzu me kallë dritë hiq, ashtu në për terë, vish që prejkë, në për stru, në për dhumë. Hiq, ta s'guzojsh në me folë, dhe policia këni. Kum këshyrë, djali Agjës ka thonë, s'ki këshyrë mirë, këteve dhe një herë, sa të shpia vetë me morë diçka. E ka ditë ku mua faninki. Që që thojnë ajo e bilmetit, e gjizës, e djazit, veç. Të t'ka pështu që këtë malë diçka, për me hongër malë. Apet ka ardhë, sen, kanë shku apen qatë pyllë, ka nejtë, 4 ditë që pa hongër, tha, sen, me një trot gjizë. Po so hanke, tha, nuk po hanke, besoni kur kalzoj të ke nuk po hanke, mëre. Tana ju kanë bashkan gjito që kësë, ka pështu, po do është zotja e ka pështu. Dhe falë zotit, bashorti shpëtoi, ti me vjerën dhe me djalin, ku qëndrove në Kukës, kush të strehoi? Djali Agjës ka arë për Italisë, na ka marrë, na ka shtimin e kishin në shuni lokal, aty në të pisat e Kukësit. E di ku janë ato pisat, një faledin e modhe pisat, na këna nejtë aty një 3 ditë, na djali Agjës na ka qunë Durrës, të cilin i përshëndes shumë ata Durrësit, kena banu, shumë na kanë prit mirë, kujshit. Tepër bukuroshe taullari e përshëndes me familjet saj, çfarë pritje, çfarë përgjithësien kanë lagje aty me shumë mirë, te kujtim taullari, banesën e time me qira na ka lshu, po kujtit rrethej, se kujtimin se kum po kur, vitë që thoshin të kujtim taullari. Ata kujtit rrethej që kanë tepër detat mirë, me mu mos i domos në gjarin që ja tregojsh na barabar me mu qajshin, e respektin maksimum që ma kanë dhënë, gjithë ata. E dashur Remzie, në luftën e Kosovës 1999 kam qenë diku 15 vjeç dhe kam jetuar në Poliçan të Skraparit dhe mbaj mend shumë mirë kur kanë ardhur shqiptarët e Kosovës, kanë mbritur dhe në Poliçan dhe pjesa më e madhe kanë qenë nga Peja dhe Suareka, mos gaboj. Në Suarek. Po. Në një fshat. Aty kanë ardhur në Poliçan dhe mbaj mend që kam takuar shumë shqiptar të Kosovës që ishin bashkëmoshatar, që kemi luajtur, ata u strehuan, Bashkia e Poliçanit i strehoi në një shkollë, çdo klasë të qepesh mësim u kthye dhoma për familjarët, u strehuan të gjithë aty, por aman kujtoj që ata vinin te shtëpitë tona, laheshin, gatuanin dhe mbaj mend që nëna ime ka mësuar
bukën, si bënin bukët shqiptarët e Kosovës, nga Suareka, e kemi mësuar ne dhe vazhduam ta bënim atë lloj buke. Ju e bënit me paninet vogla. Më duket i iktin të qumësh, nuk e mbaj mend të mirë, por ishte shumë e shishme. Ata gatuani shumë dhe mbaj mend të shtëpia ime kanë gatuar shumë dhe nëna ime i mësoi traditat e tyre dhe vazhdoi të na i gatuante edhe në vazhdim. Kështu që e kujtoj mirë dhe unë atë kohë kur kanë ardhur shqiptarët e Kosovës, por ti në Durrës sa qëndrove? Kena nejtë prej prillit tek të erdhi me 14 qershor. Dhe kur u kthyet në vendlindje, ishte katastrofë gjithçka besoj. Me 12 qershor u shlirue Suareka edhe burri ka ardhë, u bo me një kushi këtu, sa i kushia u konë në Durrës, jo më hollë, gjokit, po kushi. Po? Edhe ka ardhë Kosovë, me këqyra ka pështu në sen, a ka pështu familjartë, sa ka ndopu në Shqipni. Edhe kur ka ardhë e ka taku burrin tem. I ka, pa që filan, dishti për familjen teme po thënë Durrës janë. Po a banor me ty sa të i ri burri, 24 vjeçar, edhe s'kena darë kur për te i Kosovës. Ka thonë po, hajde, ka hyp me një Por pse? kombi. Ti 3 muaj që qëndrove në Durrës nuk ishe kontakte me burrin? Janë. Ai Na kena ditë që nësë vdekur, se kena mon në lojme që vjerri, djali Hoxhës, burri, edhe vllavi jem janë të myten. Unë ka orë lojme atje në Shqipni, unë e kom ditë që janë të myten. wow, dhe si u lidhe me burrin? Po të na më për u shliru Kosova, me 14 qershor, ka ardhë. Shqipni, Durrës. Dhe kur ka ardhur dhe të ka takuar, Po. Edhe gëzimat malë tepër, po e kum pas motrën në Zvicër, ajo më ka nejt ofër shumë, me pare, me tisha, me se kum dollë. A din, po, tana ka orda i të vetë, burri, i kanë kalzue vendin ku jam të nejt, edhe prunin që ka aqës erdhëm bë murë myshte, edhe që kum pas vast e Floririt në vesh, ja kum dhanë, për myshte. për lajmin, të gjethet mishi kur e kujton. Në fakt është një histori që e ke kaluar, e ke përjetuar në veprën tënde. Jeni shumë njerëz të mirë, dita inshallah Zoti ju shpërblen. Musa më ka nejt ofër, tita Sanie, tita Arion, tita Roshi, me nonën, dhe me shpirti pas tash nuk e ka në jetë. Tita Hamida, i kërkoj falje ato që s'u kujtohen me emra, po mi po i njohe, kujtohen shtëpiat ku i kanë pas. Tepër, mësë mi pas edhe ato në isha shmend, kisha lu. Ato shumë ka nejt ofër. I bon Zoti marrë me bon ki dy janë, Allah i shpërblet. Se shumë kum vujtu në shumë të na djali mur trauma, lyke gjyshin, babin, vajzën, mutra, ta natën që më kaj ke djalin, mur edhe trauma, diçka djalin. Stres, nuk flejke, piskatke, se u konë shumë i lidhen për babën e vetë edhe për gjyshin, edhe për qiken. Traumë ka kaluar. Traumë ke kaluar dhe ti zemër, ke mbajtur kufomën e vajzës për orë të tëra në krah, derisa të ka bërë kufirin. Vimet se më ka hikë shumë, tita, s'u ka do shpirt se ngushtin a konë, shtu, s'ku mit me të shtrim, me do shpirt mirë. Edhe kujtohë se sot e tita, si të shpiqoj ke njën e nojnë, i me të si të goja haptë, të lyjë halja me thithë. Të mërshme, shtedhimshme, dhe të besoj dhimbje që ke përjetuar, por nuk je e vetmja në Kosovë që ke kaluar dhimbje kaq të madhe. Ka qenë viti më i tmerrshëm për shqiptarët e Kosovës. Remzie, ju u kthyet në Kosovë më pas, besoj që aty ishte katastrofë kur u kthyet. Katastrofë, shtëpia rrafsh. Në shator kom nejt. Një vit e gjys. E kishin shkatëruar shtëpinë tuaj serbët? Një herë e ka djek krejt. Krejt se u konë, nuk u konë sukurtar që i marrë shtëpijat atër u konë me gur. Po. E me dru. Po. Para 50 vjetë që u marru, a i druni u kollë, edhe krejt u shemë. Na pak e ndërtutun sa mu këthy ofenziven e dytë. Po prap, qa ty apit, prap ja kishin sti plakën edhe kishin shkatru krejt. Po, si jetuat kur u kthyet, ku fletët? Në shator.
Derisa ndërtuar në çadër. A që shqipton ju? Çadër, po. Na I thojnë çador. Po, në çadër derisa ndërtuat shtëpinë tuaj. Po, kena nejtë aty, kanë orë firma Karitas, na kanë marru një shtëpi, 2 dhoma një hajat, kryedora, si I thonit. Po. Tana, që aty na kanë marru, kena tash I mu ka rrit burri, mu ka rrit jend, e kam burrin, I kam pushtet mirë, ku ma rrit shumë mirë, kena firmën tonë, po brengen që kam vetëm t'ja di varin, edhe kam qef një të rëdhej me pruqit tu. Ta qosh në Kosovë. Ke sjell në jetë dhe fëmijë të tjerë pas luftës? Po, dhe 2 djem. Ke 3 djem? Po. Me jetë ti kesh, të 3 djem. Pa ndje gjithashtu dhe ti, me tut. 2 të vegjlit kanë lindur pas lufte dhe nuk e kanë idenë e luftës Kosovës. Ti tregoj une, po nine, pisojnë, po din krejt edhe këta. E djali madh shumë është tepër mërzitë tepër, thot mam nesër me krisun I fare, thot ka me marrë pushkën për vatan. Se më ka shku, thot gjyshi, I masakrum, ka shku motra pa hangër. Digjet shumë për këtë vend, për Kosovë digjet djali madh. Sepse në memorien e tij janë skalitur fotografi të tmerrshme nga ajo. Nuk e mon, Odeta, nuk e mon men gjyshin që ka dashte, unë që I tregoj. E mon men kur e kena pru Kofomën në shtëpi. Që e kena nxerë pisarikës. E mon men, thot mam, unë e mon men kur ka gjyshi, kur e në të buburat gratë në borë. E mon men. Prandaj them që në memorien e tij janë skalitur momentet më të këqija. Po, edhe e mon men, thot mam, kur na kanë gjuhë bum-bum. E mon men, thot shumë kujtohet ajo gjutnja që I këshum në përpodruma. E mon men, të mirë e mon. Dhe janë trauma që I ke kaluar në fëmijërinë e tij, por kjo është një e shkuar e hidhur, shumë e trishtuar e Kosovës, e gjithë shqiptarëve të Kosovës. E dashur Remzie, sinqerisht më preke ditën e sotme, me historinë e vajzës tënde, u preka shumë kur e dëgjova, sepse unë jam nën vetë dhe e kuptoj çfarë do të thotë. Me që dorën zemër, krejt e përjetojmë keq Odeta, se kem fëmijë, jem nona, kem motra. Është e vërtet, por që u preka dhe do bëj të pamundrën të lidhem me spitalin e Kukësit, me bashkinë e Kukësit, mos arrim të zbulojmë diçka. Nëse vajza është varrosur dhe ti e ke parë vetë varrin, patjetër që do gjende diçka. Se nuk ma do mendja që janë prishur ato varre. Unë po tham fal që po ndërprej, unë po tham nashta nuk është në varrezat Kukësit, është me naj fshat. Gjithë merakullet është se mund të kesh shkuar në një fshat aty afër kur është bërë varrimi. Po unë e di kështu 100% besoj në Allah, e baj beje në Allah, në Kur'an, e fe, se grua kon varreza. Grua kon. Ajo që kur kom shkuar, po, ata burra tash, në varrezë nuk ka pas grua punëtore. E kuptoj qartë. Ndoshta mund të ketë qenë një fshat afër Kukësit, siç ti dyshon, kjo nuk dihet, por është e rëndësishme t'i bëjmë thirrje atij burri nga Kosova që ka jetuar në Kukës dhe të ka ofruar ndihmën. Unë a dit për shkatë kom sot, unë kërkoj që atë njerin e Korishit, po moti që ka dalë në Shqipni. Ai moti ka dalë, jo në luftë. Moti ka dalë I të bunë, atëherë, sërë që kanë të bunë. Një shqiptar, nga cili vend I Kosovës ishte? Nga cili vend I Kosovës? I Korishit, Prizrenit. I Prizrenit. Pra ky shqiptar I Prizrenit, I cili ishte larguar shumë vite para luftës nga Kosova, ka jetuar në Kukës dhe ai duhet të na dëgjoj për të na ndihmuar sepse ai e di se ku ndodhet varri I vajzës tënde. Edhe që ajo gruaja që u kon të varreza dhe ajo që sa është qosë dhe ajo e din. Se ku mund të jetë varri. Unë edhe me Smaliosin me Prukrina, se po thoj nuk ta lejojnë, se atëherë nuk ka Jugosllavi, nuk ka Kosovë, bërëm faktën që ja bajnë një pllog, një përmendore. Se herë të kur, me s'lihup emni, edhe më kujtu që shka ka përjetu shpirti vogël. Të besoj. Dhe do ta mbyllim me një mesazh që I drejtohesh gjithë punonjësve të bashkisë të Spitalit të Kukësit, ata që janë çelësi për të arritur tek vendi të gjurmët që ne duam. Kush është mesazhi juaj? Odeta,
Mua e spitali shumë mirë më ka prit, shumë mirë unë konë tepër e ka asi po nuk ka të dhëna në spital, po se kena pas shumë, edhe s'kena mujt me dhënë të dhëna, po thujnë ata që shtu. Më duket pak habi kjo, por gjithsesi ti drejtohesh me mesazh burrit nga Kosova, nga Prizreni. Çfarë do i thoshe këtu në këtë live? Do i thëmë i lutëm, femina shta ka vetë, me Salipa ka vetë, në ta që dorën zemër, që në të ndimon, po këtë në sens jam të ripate, vishë në ta, ose në fshat, ose në logje, ose ku, që da bariza janë, në të lajmëruhet e ti, e ta ditë pak të në bitëm shvita vizitoj një herë në vit, ose edhe në qofë se lejon Shqipëria me prukni, kam dëshirë të ta bikni, po që ju të pak të një guri që apajtë aty një plak me ditë, me s'mu gupë. Ne do mbetemi të dyja në kontakt e dashur Rezmie dhe uroj dhe shpresoj që të arrim për ta gjetur varrin e vajzës tënde. Inshallah, Dita, jeni grue lumë nona që të ka. Faleminderit zemër. Lumë burri që të ka, lumë fëmija që t'i rinon. Të falenderoj. Sinqerisht. Beso, pasha që ta 3 vjem, shpesh herë nusja thirë, hajde ma buka gati se ku martu djallin e madh, e kam si vojzën time, e përshëndes. Nështë sa momenti, po e shpreje se e kam si vojzë, beso, shpesh të të mamë hajde se më shetë të qojtë, o dhe ta më preken shumë gjorjet. Histori të dhimbshme. Jam të preken, beso të zoti shkoj për makije dhe për të bi qyri, se s'kam ditë në kohë me fmi, nuk se ka një vojzë, ose punë të shpijes, ma si që e në më shatë, kur shkoj me raun me emisionin të anë më zë gjumi, beso, pasha 3 vjemë. Të këshilloj. Edhe më prekin rastet shumë. Të këshilloj të mos më ndjekash më. Ja, po e Dita me ty, çdo në mbrëmje, çdo në mëngjes jam, beso, Të besoj e dashur, mirë. Edhe beso, nuk kom thirr për me të vozë, asi, po beso, kini farë, peshesa që shtoni ju të madhë, që se ma bajsh të mushme me gjithë vorën e qikës. O, dhurata më e madhe do të ishte ajo fjala faleminderit dhe unë do ndjesha e lumtur që bëra një punë të mirë. Kjo do ishte gjëja më e madhe që do familjen, avoj pas mirat, mal me burta bon familjen tonë, kur të shia më s'pasa. Po e kini bakshisht madh, që se ma gjanë, bilëm një trovëjt saj. Bakshishim i madh është ai faleminderit. Këtë kërkoj për njerëzve. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Remzie, do mbetemi të dyja në kontakt dhe të përqafoj nga Tirana. Edhe unë të përqafoj e të falja shumë e Allah ishë për blef, më falj, nasa ju sjell keq që të kom shërdu pa me Allah. Jo, mos më shajtë, miru pafshim. Isha në taku në Kosovë, për një kope. Uroj, gjithë mira. Përshëndes, kalo mirë. Mirë të dashurish, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Ditën e sotme ishte një histori e trishtë kësaj nëne dhe sinqerisht u preka, por shumë histori që vinë nga koha e luftës së Kosovës, shqiptar të Kosovës që e rrethejnë, janë histori vërtet të dhimbshme, një e shkuar e hidhur që shqiptarët e Kosovës kanë kaluar në atë vit. Ne urojmë dhe shpresojmë që të gjendet varri i vajzës së zonjës Remzie, por kushdo që është duke na ndjekur, duke i bërtirje edhe njerë, ati shqiptari nga Prizreni, i cili kishte vite që jetonte në Shqipëri, ai që e ka ndihmuar Remzien, ai që e di varrin e vajzës, nëse është duke na ndjekur, të më kontaktojë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mirë, ju falenderoj të gjithë ju që do na ndihmoni për këtë rast, por të dashurish, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më otetën, mos hezitoni të më shkruani jo vetëm në numrin tim të telefonit, por edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori reale, histori shqiptare. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.